Mjekët dhe infermierët në Europë punojnë në kushte që dëmtojnë shëndetin e tyre mendor. Në këtë përfundim ka dalë raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, i cili fakton se ekziston një krizë serioze e shëndetit mendor mes mjekëve dhe infermierëve. Studimi më i madh i kryer ndonjëherë në këtë fushë, me mbi 90.000 pjesëmarrës nga 29 vende europiane, zbulon se 1 në 3 punonjës shëndetësor përjetojnë depresion ose ankth. Dhe më alarmues është fakti se mbi 10% kanë menduar të japin fundjetës ose të dëmtojnë veten. Përveç kësaj, 3% tregojnë shenja të varësisë nga alkooli. Mjekët dhe infermierët janë 5 herë më të rrezikuar nga depresioni se sa popullata e përgjithshme. Kushtet e punës janë në thelb të kësaj krize sipas raportit, pasi 1 në 3 bluza të bardha janë përballur me bullizëm ose kërcënime në vendin e punës. 10% kanë përjetuar dhunë fizike ose ngacmim seksual. Ky fenomen është më i shprehur tek mjekët dhe infermierët në shërbimet e urgjencës, ndërkohë që 1 në 4 mjek punojnë mbi 50 orë në javë. Turnet e natës dhe shërbimi i rojës që zgjat 24 orë është parë se rrisin ndjeshëm çrregullimet mendore tek bluzat e bardha. Nisur nga kjo panoramë shqetësuese mes punonjësve të sistemit shëndetësor, OBSH kërkojnë që të ndërmerren hapa konkret për parandalimin e dhunës, reforma në oraret e punës dhe mbështetje të dedikuar për shëndetin mendor të personelit shëndetësor. Ekspertët e shëndetësisë botërore paralajmërojnë se kriza e shëndetit mendor të mjekëve është krizë e sigurisë shëndetësore.